se opozita ka mbyllë derën për çështjen e presidentit, na ka me pas përpjekje më për me gjetjen zgjidhje. Nëse shkojmë në zgjedhjet e reja, së paku 10 milion euro ato kushtojnë për organizimin e tyre nga KQZ. Nëse shkojmë në zgjedhjet e reja, për shkak se nuk do të funksionojë Kuvendi i Republikës, do t'i humbim 10 milion euro si shtet. Dhe nëse shkojmë në zgjedhjet e reja, nuk do të kemi zgjidhje. Me qenë se sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhjet e reja, e pas atyre sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhjet e reja, me qenë se unë nuk e di se si mund t'i kemi 80 deputet. Prandaj është domosdoshme që të merremi vesh. Unë kam qenë shumë bujar me partitë opozitare. Ne vetëm 30 orë para skadimit të afatit në mesnatën ndërmjet 5 dhe 6 marsit, e kemi propozuar emrin e Glau Kënjufsës, dhe vetëm 3 orë para skadimit të atij afati, ne e kemi propozuar kandidatën e dytë, deputetën Fatmire Mulhaxha Kullçaku. Pra kemi pritur gjatë që të merremi vesh me opozitën, me që su morëm vesh, deshëm që të takohemi, që të merremi vesh, edhe atëherë kur çështja shkoi në gjykatën kushtetuese, na u tha që duhet takohemi pas aktgjykimit u takova me LDK-n, PDK-ja refuzoi që të takohemi. LDK-s ja kanë bërë 2 oferta, njërën për bashkëqeverisje, tjetrën për rokad në kryesinë e kuvendit, pastaj PDK-s për rokad në kryesinë e kuvendit, por thjesht nuk po mduken të gatshëm e të interesuar për marrëveshje dhe ky është një dëm i madh për shtetin e Kosovës.